Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë Allahun e lartësuar dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjitha ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, për sot zgjodha që të flas me ju për një ngjarje interesante nga jeta e Ibn Taymiyes rahimahullah. Ju e dini kush është Ibn Taymija rahimahullah, pra keni dëgjuar, një prej dietarëve më të mëdhej të shekujve të kaluar, një prej studiosëve më të mëdhej të islamit, po edhe të ideologjive tjera, po madje edhe të filozofive të huaja, është një njeri deti, pra që ka shumë dije dhe ka lënë pas shumë dije, ka shkruar libra, thjesht ka arritur që të bëhet një ndër referencat kryesore të Ehlus Sunnetit pas kohës së tij, pra. Çdo kush prej Ehlus Sunnetit, pasuesve të selefit dhe parardhësve tanë të mirë, është nxënës i Ibn Taymiyes pas tij. Nuk ka mundësi, pra, ndonjëri prej tyre mos ketë lexuar diçka prej veprave të tij dhe mos ketë përfituar nga diçka prej diturisë së tij të cilën e ka lënë pas. Padyshim se njerëzit e mëdhej i kanë edhe armiqt e vet, i kanë edhe hasmit e vet, i kanë edhe ata me të cilët nuk pajtohen mendime, mirë po ajo që e dallon Ibn Taymijen prej atyre është se ai rahimahullah, mendimet e tija, edhe ato kur është veçuar prej dietarëve të kohës së tij, i ka argumentuar me argumentet e veta dhe sipas shumicës së dietarëve, në shumicën e rasteve ai edhe ka pas të drejtë në të gjitha mendimet e veta, sidomos në akide, pra akidja e tij ka qenë besimi i tij Ehlus Sunnetit. E një prej mos themi dietarëve, një prej armiqve të tij, hasmëve të tij, ka qenë Bekri. Për këtë edhe Ibn Taymija rahimahullah e ka shkruar një libër El Istigathe wa Radd ala al-Bekri, pra sqarimi i istigathes dhe kundërpërgjigja ndaj Bekrit. Ky far Bekri ka qenë një sufi, pra sufi ekstrem, i cili, siç e dini të ata, janë të përhapura shumë adhurimi i varreve dhe bestitnit ndaj evlijave të tyre në thojza e kështu me radhë. Ky far Bekri, pra, i ka bërë probleme Ibn Taymijes rahimahullah, ka dërguar kundër tij disa njerëz, ka thënë se ai nuk i respekton evlijat, i ka bërë probleme dhe Ibn Taymija rahimahullah e ka shkruar librin El Istigathe fi Radd ala al-Bekri, ku e sqaron se fjala istigathe është të kërkosh ndihmë kur ke ndonjë telashe, problem prej dikujt. E Ehlus Sunneti dhe qëndrimi i Ibn Taymijes është se kjo kërkohet vetëm prej Allahut të lartësuar. Ndërsa ky farzindiku Bekri ka thënë jo, bën që të kërkosh ndihmë, apo të bësh istigathe edhe tek varrezat e evlijave, varrezat e njerëzve të mirë. Shkon atje, i lut ata, ju thu, ndërmjetësoni tek Allahu se un kam probleme kështu me radhë, gjë që është padyshim prej gjërave që janë shirk apo bidate shirkije, që nuk janë rrugë e drejtë. Siç thot Allahu i lartësuar, xhamit janë për Allahun, andaj mos lutni për të në to askën tjetër përveç tij. Nuk shkohet në xhaminë e Allahut dhe t'i lutish varret që janë afër aty.
Madje varet nuk duhet as të ekzistojnë në xhaminë e Allahut. Pa marrë parasysh a janë evlia, a kush janë. Pejgamberi a.s. e ka ndaluar një gjë të tillë. Ajo që dosha ta potencoj, puna istigathes, zakonisht bidaxhit kanë qef, mundohen pra të kallëzojnë se janë shumë të mençur dhe mundohen gjejnë një argument se lejohet pra të kërkosh ndihmë, ti lutesh njerëzit e mirë të varë tjere mirë, po kjo është gabim dhe zakonisht kjo është e përhapur tek sufit ekstrem, po ashtu edhe tek shijat ekstrem. Kjo është prej bidateve shirkie që të dërgojnë edhe tek dalja prej feje. Ajo që desha ta potencoj pra, është se Ibn Taymija rahimahullah ka qenë i drejtë edhe me hasmit e tij. Nuk ka desh që t'ja kthejnë në njëjtën mënyrë, mirë po ka bërë diçka edhe më të madhe. E ka futur emrin e këtij Bekrit në faqen e zezë të historisë. Tash ka shkruar libër kundër tij ku i kundërpërgjigjet dhe leqes sqaron të vërtetën, po ashtu tregon se ky Bekri ka qenë zindik, ka qenë i devijuar, nuk ka qenë në rrugën e ehlusunetit, e kështu me radhë. Dhe kjo është rruga e dietarëve pra, dhe pasuesve të sunetit. Deshta ta potencoj këtë çështje sepse kjo istigathja është bërë pra, është përmendur kohëve të fundit, dalin disa njerëz që e lehtësojnë çështjen e saj, thonë nuk është shirk, nuk është problem, nuk është bidat e kështu me radhë. Për këtë shkak desha ta përmendi nga një rast konkret historik mes Ibn Taymijes rahimahullah dhe Bekrit, i cili pra edhe sot e kësaj dite njihet si një armik i sunetit pejgamberit alayhis salam, si një hasëm i rënd i një prej dietarëve më të mëdhenj të ehlusunetit, si një armik zullumqar që i ka bërë edhe zullum Ibn Taymijes, ka lëshuar njerëz kundër tij që ta shajnë, që ta kundërshtojnë e kështu me radhë. Mirë po, historia ngel, ne themi për Ibn Taymija rahimahullah, për Bekrin nuk na lën zemra që themi rahimahullah. Allahu, ai është në dorë të Allahut, si don vepron me të. Dhe ne jemi të lumtur që Allahu na ka bërë pasues sunetit, pasues të tauhidit, adhurojmë vetëm Allahun, nuk miremi me vareza, me shirkiate që bëhen aty. Walhamdulillahi rabbil alamin.